historikun e fshatit tonë, njihet edhe në komunë të Prishtinën në krejt Kosovën që jemi një fshat i cili më shumë me bujqësi merremi. Mirë po, përjashto ato që edhe infrastruktura për momentin është në nivel që ka qenë përpara jo i mirë, tash me bashkëpunim me komunën e Prishtinës kemi arrit me ndërtu shkollën e re, ambullantën e re, që është zyrja e bashkisë lokale, rrugët, do të thotë në fshatin tonë për kanalizim vetëm shtëpia individuale që kanë marrë treja se ka përfunduar kanalizimi dhe një lagje kemi pa ujësjellës. Pozita e saj që është më lart se në Akmena nuk e qet, po këtë vit na kanë premtuar që edhe ajo do të bëhet në zgjidhje prej komunës. Kështu që kanalizimi, ujësjellësi janë të përfunduara përpos asaj lagjes. Që në 19 vite jam që i përfaqësoj këto dy fshatra, me banorët mirë kalojmë, që gjithmonë ka të ngeci nga njëherë, mirë po asnjë firmë nuk ka ardhur me punu këtu në releve, nuk kthy mrapsht. Çdo herë kemi gjetë zgjidhje edhe kështu janë realizuar projektet. Punën unë e kam marrë me një qëllim, caktuar që ky fshat me hec përpara, me përparu. Prej si përfaqe pozitën gjeografike kemi bëjë të madhe se i kemi edhe fshatin Lomnecve, lagja e Lomnecve, lagja e Vërgozve, edhe deri në Drenovska. Është bëjë si përfaqe e madhe, dikun rreth 900 shtëpi janë për 5.000 banorë. Shumica e trive po shkojnë, po ikun edhe prej këtyrit, një pjesë punojnë. Unë dëgjoj këta që merren me ferma, me bujqësi që tash veç ka fillu edhe për punëtor me pas problem. Mirë po ja arrin një qysh. Unë jam edhe i punësum kështu, edhe kur të vi takona me qytetar hallet e tyne. Ndëgjaj, janë do rrugë pa ushtruve dhe do lagje kështu, jo rrugë kryesore janë shtrume, edhe do lagje që to halla i kem, po halli më i madh është që thash edhe më herët që po i brengos ikja e njerëzve. Ikja e njerëzve po jesëm veç të moshumt, edhe ajo është një problem më i theksum. Tash për fat mirë në një unë infrastruktura këto po kryen, po banorët dita ditës po pakohen dhe ajo po i brengos gjithë. Një ambulant të tillë faktikisht është shumë e nevojshme edhe është domethënë shërbimi e lehtëson shumë punën edhe qendrave tjera të njësisë, sidomos njësisë kryesore familjare, po e lehtëson edhe punën edhe shërbimin e pacientit ka një qasjes shumë të lehtë, domethënë tek shërbimi mjekësor. Orari është i hapur prej orës 7:30 deri në ora 2. Stafi faktikisht është një staf jo i mjaftueshëm, është mjeku familjar edhe kemi një teknik, si dhe higjienistja. Për me u kry një shërbim i mërfillt i mjekësisë familjare, faktikisht po.
Po ne kemi numri pacientëve dikon që sillet tek ne është mundet me shku deri 25 maksimum, është një numër që edhe ashtu një mjek familjar sipas standardeve edhe kërkohet që një numër ndej 20-25 është i përballueshëm për një mjek familjar, kështu që maksimumin ndoshta jo çdo ditë nuk e kemi të njëjtën numër pacientëve, po megjithatë deri 25 shkon. Mirëna me bujësi që shtë moj dhe pula dhe dhenë një dhi që sajde silna një penzion 100 euro. Kam punu 12 vjeç tash punën në kombinat. Ma shumë kom hongër plëhen se buk. Edhe më kanë qitë mastrat e dhëmshme, tash jem penzion një marrë 100 euro që aty. Në ditë temën, shatë punoj që tu, që sajtë dhe mirëna me që të boshe, që të dhi, që të dhenë, vetë i këqyri, vetë të qezë, vetë i rahatoj, vetë e mjelit, e më peto mjel kesh. Jem kom punë të thetit, sa që atërë në atë kohën para lufte, 12 vjeç tash punë i kam, kombinat. Kom jetu ma shumë kom hongër plën me thmije, me gru, me se buk. E o bëj shqimin në vetë, po i e kam se më ka hi ujtë 2-3 herë, më ka hi ujtë kretë, më ka marrë ujtë që të 2 dhanë e shqimi dhanë, e shqimi buka e jemë që o konë qatë shupën atje, kretë më ka marrë ujtë. Këta është për në fusht hapër. Për fusht hapër rasat? Rasat se të nanë Barilev, duhet me mil ma heret, se është vera pak me vënd, duhet me mil maksimum 25 muaj duhet me konë i ndërrum, duhet me konë i qitë në fusht, në vend vetë, se nuk më rrinë me u pjek. Kërë specit që është për ajvarë. Për së mburë ka ku dhe me 15 qeshur ka ku, po për shpes të ajvarit 25 muaj, duhet me koni përfundum. Këtu përveç spes, cit e pas ke edhe një... Po e kam domate, trongoj për familje, është për konsum familjar. Po për konsum familjar. Leverdi ka po edhe çmimet këtyne plehra azotike, bisat karburante, fornav, për vitit kalum janë shumë të larta. Kanë ndryshu çmimet? Po, kanë ndryshu. Çmimi i shitjes i njëjtë. Do të është ma mirë se me shku me punu për një rrugë 500 euro dikën. Këtu i e zot një vetë, vjenë si ti që e orë që ta shti për shamull që mundu me bisedu, me konë në punë të privatir nuk të lenë. Tash, mas qësoj kohës, si fluksit të migrimit,
me viza pune, që tash është pak problem. Problem edhe frikën më të madhe kam që s'kam me mujt me vjell për shkak të punëtorëve. Përpara i kanë punu krejt, po një konë familje më të mëdha. Tash krejt familjet jenë 3-4 antarë. Tash është problem se po varesh krejt prej punëtorit. Po është ma problem, s'dvijin punëtorët vera ecë, s'vjen sot, s'vjen nestra. Bujqësia tash ka fillu pak mu avancue, me u përkra, besa për na përkra dhe tash qeveria me do subvencione ma let me i përfitu se ka pos byrokraci në të kalume. Je fleta poseduse, krejt na jenë barilje, po në përgjithësi në Kosovë, tu kat nuk jenë në amën tënë. Ose dush me morë me qera, ajtë kontraktori është i vdek, ti ka fëmin, ka të lash, unë veç vitin e kalum, se dhe vitin e kalum, i ku punu në 15 hektar të subvencion s'ku morë. Duhet me punu që shto me bujqësi, me munu, me gjallë prej soj. Edhe pse kjo është, plesë këtë njerë ka honë është lotari. Punën, një breshen me ra, e shkatran. Po, qëto vitet e fundit në kanë dimu, edhe komuna, edhe ministria, domet në i ka pagu. Po, nuk është fitimi shumë i madhë, po, mos me ashtri dore ndikuj. Mas pari fort mirë e moj men kur kanë punue me një farë përmenë u konë. Përmenë u konë, qashtu bëjke një brazë, qësh kanë mujt me qatë përmenë, ose me kual, ose me kijo, ose me dishka. Kështu që tane kanë ardhë plugu, i kanë marue, kemi pas një kova që tu maraj ke pluga sa mujke, këna punu edhe bashe shumë, jemi konë në zonë për Barilev, bile të ashtu pak si që bëjë edhe, nuk o konë shaka, po o konë qashtu qësh janë esen edhe më shmëna e dhonë cikat se janë punëtor shumë, po i qesin bashkë, ku ta dijune edhe nuk banë me dhonë në Barilev. Truda jënë dalë se është si në mes të Prishtinës edhe Barilevës. Hajde po shkojmë me falë Bajramin edhe jënë dalë në rrugën kryesore aty, apo shkojmë dikush thotë në Barilev, dikush po thotë në Prishtinë, e zgjasin aty koza muhabetin edhe këty në herë ka kërsit topi ka kërsit kur është falë Bajrami. Edhe kërset topit bam, thot metëm as me Sheher, as me Barilev. Që kjo konë qështu. Ndorësma, i në konë me kere, i mlojshëm keret me qylyma. Ose kije, ose kuale, ose kush i kish matë mirë në mahallan katuna, ardhë kënë barë ke pjesë me to, edhe shkojshëm tek dhe jeti në farkohet se di, s'pon bjen me në bashkësil në vit, që në ka dhonë urdhni mos me imlua keret, pe i pushtetit. Mos me imlua keret, se
bëja mos po kanë kërë diçka një tjetër në faran miku ku ta dijune edhe me shplu herët ata qylima 1961 e pruna me hesapin e bëm do tesha jemi shkue me 24 kere me kuali jemi shkue në qatë farvenin Llapashtic atje shumë veni i thyeshëm tëre dikun edhe 19 bicikla, me shkue me bicikla atëherë si kur tash me shkue me Mercedesa. Që ashtu u konë. Unë për veti, i më konë pak ma shlirë, konë atëherë se u konë viti 1961, vallahi nuk e harrej atë ditë kur i martue, kështu me... Me 1961 jem martue me 29 tetor. Me ju thonë të drejtën, unë nuk se i kom thonë atëhere, nuk se i thëmë edhe tash. Se kom luë, o koni Haxhi Abdul Reza që aty të ke jo të rritë, ngëm një muë e gjithë thoni nuk se pak si do këtë e jasë një dashnin matë mire. Unë e sahër i nordë, e po të vendosë, tash dhe të vrosin, nuk ka kur problemi, i kanë vrohë, i kanë sakatu të në ondë, pa ju dojnë për pora, rëvë dhe unë duke me thunë, ju rrini. Ju këm dojnë për pora, thë qërë qka? Për nestra, thët 5.000 euro, morka i në konë, nuk i në konë, euro? 5.000 morka, thët me i bo për nestra, ose do të kolëm katunin. Jënë shku për anena, tha nestra në 12 ora vim. Jemi dollë, i kemi të buë dëpore, po i të buëm vetëm 500 morka. Nestra kemi prit orë, vesh një orë, saj që u konë mëj kësi. Tha i keni bo për orë, tha shtyre qka. 500 morka i këmë bo, po t'i jepi 500 morka, edhe mos s'ka se jau kanë morë kretë. Kretë jau kanë morë, por e s'kanë. Ami 500 morka. Tha, pe kuhit e ku, mës me kollë. Tha shumë u pëm vetë pe kuhit e ku, ma bashkë pak edhe si nervëz. Tha shumë u pëm, unë e pe kërku, nicë mëse kallë. Po për ndryshe, ju dini që ka bëni, se shkeni bo tjetër konë, bëni edhe këtu. Edhe jenë zdirë këtë poshtë. Me thonë të drejtën, kur i këna quë ma heret, da u kanë dhimë bëllë, e jenë shkue, për fatë mirë atëhere, për fatë mirë, diaspora ju ka një muën dihet t'i veni tu. Pej mas lufte e përknena edhe që tash, unë më pas vetë se kisha lon asë një me shkue se qëre, nuk i besohet për gjë, kur më së nëzinin tonë.